Gjesti duhet me fitu. Do me thonë kjo pedin që Gjesti ka me fitu, veç po ka qef me fitu Rozana. Po, qefi është ma i masë së stamolli. Faleminderit shumë. Inshallah veç të bëjë sa i radhe ndikon, po hes po besej. Qëre, une ma shumë kam qef me dështu se sa me fitu. Se pi dështimeve mësoj ma shumë se pi fitoreve. Trodhja njerë që mendojnë se Antigona edhe dëshirojnë se Antigona. Një pyetje krejt për fund Labi, në rast se nuk fiton Gjesi, po fiton një emër tjetër. A mund të ndosë që ketë një manipulim të produksionit? Unë nuk e besej që kish me qenë diçka më pyetje nëse për një me merat parasysh unë jam mjaftueshëm vigilant me ditë që jo çdo koment në Facebook ose në media sociale që është falas për me bo, për kthehet në votë reale. Megjithatë, unë ka kohë që nuk unë pa entuziazëm më të madh në publik për një protagonist që është puna për Gjestin. Edhe këtu po flas për mosha prej më ndryshmeve. Domethënë, deri te gjyshet që i shohim, këtej janë thujse të obsesionuar mbas tij, edhe kanë shikuar Bigun, sidomos audienca kosovare, ju është bashkangjit Big Brotherit të Shqipërisë që prej hyrjes së Gjestit më tepër. Edhe nuk kish me pas sens nëse fiton dikush tjetër. Domethënë, është nuk e di, të paktën sipas meje kuptohet këtu na mi shfaq mendimet tona. Se këtë punën e produksionit se vërtet më bën nervoz kjo puna. Kjo puna më bën nervoz shumë. Kur ti dështon me projekt, ja vën fajin publikut. Kur dështon me fitore, ja vën fajin produksionit. Na humb si thojnë ka fjalë. Edhe nuk ka produksion në televizion që ja bën me hile fitusit. Se fitusi është imazhi i qati produksioni. Edhe nuk ka logjik, populli duhet me spjegu që nuk ka logjik me e bo hilen në këtë nivel. Produksioni mundet me bo hile për me nëzit lojen. Mundet dikon me favorizu që mi zgjua tjetërin për gjumit. Ose mi arriti natin tjetër që me zgju lojen. Po për me bo hile denjë qëtë nivel, nuk i levërdis kërkuj. Ase si produksionit. Unë nuk pajtona prapë me Antigonën, nuk mendoj që mund Shkursemi në fund? Nuk mund është besoj me garantu për produksionin nëse manipulon nëse jo. Megjithatë ka pas edhe viteve të kaluam, për shembull, kur ka qenë kokë me kokë, më kujtohet nëse ju kujtohet edhe juve Donaldi me Ilirin që ka qenë një prej fitorave të them më të shkëmta ndonjëherë që ka pas historia, besa edhe me njerë për mbasi që ka mbaruaj Big Brother, Iliri vetë se ka ra, kështu vëmendja dhe nuk është që ka qenë në njerë nivel. Kështu që nuk menoj që televizioni do me zgjedh një personazh fituz, veç se përfaqëson ato se ajo përfaqëson vetën e vetë, s'ka nevojë me kon imazhi atij lloj produksioni, edhe mendoj që, edhe çtat fundit po e them, mendoj që Gjesti shkon mirë me fitu për shkak që një plus prej tjerve është edhe që është prej Kosovës, e thash edhe ma herët është mosha edhe nuk kemi pas në këto edicionet, 3 edicionet do me thonë që i kemi pas në Big Brother, nuk është që kemi pas finalist, po jo fitus. Besoj që kish me qenë edhe respekt, pos tjera është. Se sanet po shien me sy, po shien me sy nuk ka nevoj. Duhet me thonë që këta populizmat jo i Kosovës jo duhet me ranuj një herë për gjithmonë. Gjesti është fitusi moral etik për dushloj që ta kena, po na Kosovartë, për përvoje për flas, e kemi shumë gojën e madhe, me thonë, na kjo fitusi, po mu qu me votu, nuk qohet me votu kërkosh. Nëse doni mi pa Gjestin fitus, votani, Pa fjallën për këtëni në votë. Sepse kultura në Shqipëri, vërtet, ata janë ma të edukuar në këtë aspekt, edhe votojnë, kurse na nuk votojmë. Hajt se merë balaj, hajt se merë balaj. Në shumë fjallë që sa vepra. Valoj, si vjetë, unë po ta hiku gojle, se besoj që kurse janë sëtë. Kosovarë si të mështë, kamera, kanë kismet. Jo që ka qenë dërdrejtor, po pa tjetër, amigos. Hajtë voto që tash. Faleminderit shumë për të gjitha këto komente edhe të shohim se qysh po përfundon sot kë Big Brother, apo vjen fitoria në Kosovë, sidomos të Gjesti, apo si do të shkoj. Është knaqësi gjithmonë ju pas në studio Antigona dhe Labi, faleminderit për gjitha këtë mbështrimet dhe qëndrimet e juja. Po besoj që na kujt nuk i ka met hatri, tim Rozana, tim Gjesti, tash nuk ka vendosur sonte. Na falni. Atë shkojmë një shkëputje të shkurtër për të kthyer me thirrje